Ky stacion i ri me panele fotovoltaike për karikimin e automjeteve elektrike, që është parashikuar të ndërtohet në unazën lindore të Tiranës, me 10 kulla karikimi ku mund të karikohen njëkohësisht 20 automjete, për një kohë të shkurtër prej 20 minutash fal teknologjisë Fast Charge. I pranishëm në prezantimin e këtij projekti të ri ishte kryeministri Edi Rama, i shoqëruar dhe nga zëvendës kryeministria Belinda Balluku. Kreu i qeverisë tha se brenda mandatit të 4 vendi shpall sovranitetin energjetik. Objektivi më i madh strategjik i yni për ta kthyer Shqipërinë nga një vend si ai që gjetëm në humner dhe në prag të kolapsit energjetik në një vend eksportues neto të energjisë elektrike. Është vetëm një çështje e pak vitesh brenda këtij mandati të 4 të qeverisë që ne të shpallim sovranitetin e plot energjetik. Kryeministri foli dhe për macat inteligjent për energjinë elektrike. Brenda vitit të ardhshëm do të kemi edhe fillimin e punës transformuese për macat e energjisë, duke kaluar në sistemin e macave inteligjent me një parti të parë prej rreth 350.000 macash. Nga ana tjetër, Rama foli dhe për rritjen e pagave për punojësit e OSHE. Për 6.800 punojësit e kompanisë do të ketë një indeksim të pagave me 6.1%. Në radhë dytë që për të gjithë elektricistët e kompanisë do të ketë një rritje page me 75.000 lekë të reja në muaj, dhe së treti për inxhinierët elektrik të kompanisë do të ketë një rritje page me 12.500 lekë të reja në muaj. Sipas zëvendës kryeministres Balluku, njëherëzi ministre e infrastrukturës dhe energjisë, rritja e çmimit për karikimin e makinave elektrike është vetëm për bizneset që bëjnë rishitje. Ky çmim, pra çmimi 22 lekë, është çmimi që do të blihet energjia nga tregtarët privat, të cilët vendosin që të bëjnë këtë aktivitet ekonomik dhe do ta blejnë nga OSHE-ja. Ndërkohë, konsumatorët familjarë do të vazhdojnë të karikojnë automjetet e tyre pranë banesave me të njëjtin çmim që ata paguajnë për energjinë, 9.5 lekë. Në vend janë në total 16.000 mjete elektrike, 4.600 janë regjistruar vetëm në 10 mujorin e parë të këtij viti, ndërkohë që në total janë 254 pika karikimi të shpërndara në të gjithë vendin.